in vitro. Është e vërtet. Sa është i rëndësishëm bashkëpunimi ndërkombëtar? Se jeni një lidhje shumë e mirë. Ju bashkëpunoni me, e kam lexuar, nuk e dia, e kam mirë, Giuseppe Grimaldi. Është grupi që unë punoj në Rom. Në Rom. Atëherë, unë kam një eksperiencë shumë të mirë dhe këtë eksperiencën e bie edhe në Shqipëri. Bashkëpunimi internacional, mund të thuash, është shumë i rëndësishëm. Unë nuk dua të nënvlerësoj dhe bashkëpunimin brenda vendit, që tek ne gati mungon, kurse Italia ka më të organizuar. Unë përfitoj sepse marr pjesë në gjithë kongreset internacionale që bën Italia, por shumë e rëndësishme për të vënë në jetë të gjitha të rejat që sot dalin në shkencë. Po brenda këtij bashkëpunimi ndërkombëtar mund të bëhet. S'bëhet këtu, e çojmë atje. Po, e dërgojmë atje, është. Patjetër. Është shumë e rëndësishme. Ke arrit të vesh, të themi, në ndërlidhje Roma, Tirana në këtë raport, sidomos në kuptimin shkencor, në baza shkencore, në ftesën, në sajgjë, në ftesën e doktorëve dhe doktoreshave nga Tirana, në ato kongrese ku ndoshta ata nuk kanë qasje. Patjetër, sot, domethënë, është gjë më normale që mund të ndodhë, domethënë, të gjithë mjekët sot lëvizin dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme, sepse eksperjenca është gjithmonë plus në çdo vend, jo vetëm në mjekësi, por në të gjitha kështu. Po realisht risit nga Italia i sillnin në vazhdimsi në Shqipëri, ato që... Unë kam dhe pacientë që më vinë nga Italia në Shqipëri. Kjo shumë e bukur, këta dëgjosh të shumë e bukur. Biles më kujtohet njerë kur kam mbajtur në Itali që ka ndryshuar, i thësh ka ndryshuar, Italia është vendi që na ka pritur me shumë entuziazëm, dhe ne e quanim veten emigrant dhe tash u them tashim duket se to i vini ju emigrant tek ne, sepse rrota historisë ku vjen, ne kemi ardhur tek ju dhe tash po vini ju tek ne. Sa i rëndësishëm është edukimi i grave në përgjithësi, për shëndetin riprodhues? Është shumë i rëndësishëm. Domethënë gruaja në natyrë është më kujdesme se sa mashkulli, por akoma ka negativitete në mënyrën që ta pranojnë këtë problem. Është kjo mitër. Akoma ka keq kuptime në këtë drejtim. Nuk duan ta pranojnë këtë që kanë. E quajnë si tërheqje, si një gjë që natyra ja ka dhënë, do ta marr patjetër, por kjo mund të korrigjohet shumë mirë në qoftë se sa më përpara të paraqitet tek mjeku, sa më përpara të korrigjohet problemi që ka, për të arritur qëllimin që ka si mëmësi. Se dëshira e nënës e mëmësisë është shumë e madhe. Segmentet e edukimit shëndetësor në çdo shoqëri janë tepër të rëndësishme. Ku duhet godasim më shumë, pikërisht që ta godasim këtë lloj stepjeje apo hezitimit të grave në përgjithësi, po edhe të njerëzimit në përgjithësi, që të ketë edukimin e mjaftueshëm shëndetësor në këtë drejtim. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo duhet të fillojë që nga mjekët e familjes deri te specialistët. Domethënë, që në momentin që femra fillon të kryejë marrëdhënie seksuale, duhet të di se si do heci në jetë për të arritur atë, nesër që mos të ketë aborte, mos të marrë infeksione, se të gjitha janë shkaktar shumë themelor për atë të nesërmen. Kjo duhet të jetë një çik në shërbimin shëndetësor. Duhet filluar që nga mjeku i familjes dhe nga specialistët e ndryshëm. Por edhe në familje, edhe në shkollë? Në familje, patjetër. Po dhe familja nuk mund ta bëjë dot në atë, se akoma nuk është ky impakti shumë midis fëmijës, midis vajzës edhe nënës. Ka filluar sot, po akoma ne çalojmë në këtë drejtim. Në praktikën tënde, po edhe të mrekullueshme që përsëri sado që ke shkuar në Itali dhe jeni specializuar, subspecializuar, përgatitur për këtë gjë, jeni kthyer atë dhëut. Shqipërisë mëmë, sigurisht dëshirë e pasosur gjithmonë në shpirtin tuaj, po edhe në edukimin familjar e kështu me radhë. A ka tabu ose keq kuptime akoma në këtë shoqëri që duhet në këtë drejtim? Në krahasim jo, tabu ka ndryshime, po, unë gjithmonë pavarësisht se kam ikur në Itali, kam patur gjithmonë kokën mrapa për Shqipërinë, sepse është vendi im edhe nuk mund ta njeriu po mohojë origjinën ka mohuar gjithçka. Kështu që tërkohën nuk jam shkëputur asnjëherë nga Shqipëria. Pavarësisht se vitet e para unë nuk arrija që të vija të punoja këtu,
por në një farë mënyrë apo tjetër e bëja këtë mungesë që mua më mungonte, e bëja në Itali me gjithë shqiptarët që kishin nevojë aty. Mbaje kontaktin me mikeshat, me ata që ishin profesionist, me profesorët? Me të gjithë. Në momentin që unë vendosa që të vija këtu, atëre e ndjeva në qik vetën si kur isha emigrante në Shqipëri, sepse u ktheva mbas 16 vjetës dhe ndjeva të njëjtën dhe ndonjëherë qesh dhe u them edhe italianëve. Nuk po marrë vesh jam emigrante aty, emigrante në vendin tim, po unë jam gjithandaj sot sepse sot bota është hapur kaq shumë. Kosmopolite, kështu që nuk e kam fare këtë problem. Nuk mundemi të vujmë masi dikur për bërgimin, për këto. Shkojmë e vim kur të duam, lëvizim, e interkomunikojmë në nivellet më të larta kështu. A do të kemi fatin e mirë të rallë, ta kemi ndonjë pikë konsultativa, apo pikë referente ku do t'ju gjejmë në Prishtinë? Pa tjetër, do ishte kënaqësi dhe unë me kënaqësi do të vija, domethënë në momentin që vi në Shqipëri. Që të na sillni përvojat prej... Pa tjetër, do ishte kënaqësi, sepse ne jemi një popull, kemi një zemër dhe unë kam shumë pacient kosovar, si këtu, si edhe në Itali, nga Maqedonia, kështu që do ishte kënaqësi e madhe që të vi edhe në Prishtinë. Bota shqiptare duhet ta kuptoj që ka një vend, ka një pikë ku ka derman. Pa tjetër. Mesazhi juaj për çiftet që përballen me infertilitet edhe ndihen të dëshpëruar. Atëherë do t'u them çifteve që nuk duhet të humbasin asnjë shpresë. Shpresa është ajo që u mbet e fundit, por duhet ta mos ta konsiderojnë si diçka të pazgjishme, se sot ka metoda nga më të ndryshme që të arrihet ajo dëshirë e madhe për të krijuar për të patur një fëmijë, për të bërë prindër, që është dëshira më e madhe dhe është vazhdimi i jetës për një çift. Si ka qenë jeta juaj? Prej kujt ka qenë më e mbështetur që do ta falenderoj sot në këtë emisionin tim në përgjithësi? Në raportin familjar flas, kush ishin mbështetësit më të mëdhenj tuaj? Në fakt, në mbështetje duhet falenderoj të marr dhe unë kështu të falenderoj një herë tim shoqe dhe çunat e mi që më kanë lënë të lirë për të organizuar jetën time dhe për të dhënë atje ku mund të jepja më shumë. Le t'ja themi... Dhe gjithë shoqëria italiane, gjithë mjekët italianë që më kanë pritur dhe nuk më kanë hyrë asnjëherë. Dhe dua të falenderoj të gjithë kolegët e mi këtu në Shqipëri, që unë bashkëpunoj me këta, zëre se jam këtu prezent. Burri juaj është Skender Aliko, dikur një futbollist krenari kombëtare. Po fëmijët, sa fëmijë ke? Fëmijët, kam 2 çuna dhe shqyqyrët, jam bërë dhe gjyshe tashi, dhe kam 2 mbesa të mrekullueshme, dhe çunat mund të them që nuk më vjen keq, nuk ka pse të më vjen keq, por nuk kanë zgjedhur zanatin tim, megjithatë, në shpirt dhe në mendje janë njësoj si unë. Dhe janë praniosh gjithmonë. Po, janë gjithmonë pranë. Vetëm 2 çuna, nuk planifikohet më shumë? Edhe nuset, se do të ngele teatri, po s'ten që i kam shumë të mira. Një profesor doktor i nderuar në Prishtinë, ka dhe gruan po ashtu profesorisht të nderuar në ginekologji, dhe se këtu doja dilja tek planifikimi. Dhe u martuan shpejt se ajo ngeli shtatzën. Dhe pas 3 muajsh ju lindi fëmiu. Dhe gjyshja e vjetër që ishte mbi 80 vjeçare i tha: "Morë djali jem, unë kam dëgjuar për 7 muajsh, po 6 muajsh, po 3 muajsh nuk bëhet", ai thaj. Dëgjoj gjyshe, po na jemi 2 doktora, nëse se planifikojmë për vete, për këtë do ta planifikojmë. Po doktoresh nderuar, ishte kënaqësi, faleminderit shumë, na ke thënë gjëra të bukura dhe na ke dhënë udhëzime dhe na vleni në spektaklin tim si një pistë e ndriquar mirë që një vajza, një djalë që synon rrugtimin tuaj si një ginekologe e suksesshme, realisht mas këtij rrëfimit të bukur e të suksesshëm do ta ketë më të ndriquar dhe do të vazhdoj suksesin, sikur të themi, sikur aty ku e kanë ndaluar të vazhdojnë. Ta vazhdojnë ato. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit. Kënaqësia ishte mirë dhe ju duhet të falenderoj juve, unë duhet të falenderoj që erdhët edhe në klinikën time dhe më datë mundësi që gjithmonë të shpreha të kënaqësinë time, të zanatit tim dhe të ndihmoj të gjitha çiftet që kanë nevojë. Klinika juaj një pikë shpresë e fuqishme, një pikë shpresë e madhe për të gjithë shqiptarët, dhe le ta dinë të gjithë që në Tiranë kemi derman në klinikën e quajtur Gjenezis.
Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Edhe për mua.